Gjim, përshëndetje. Përshëndetje. Si? Mirë, faleminderit. Po ju jeni? Mirë, ja, si ditë e dytë. Po. Sot është ndalesa e dytë e turit kombëtar të departamentit Brengjin në ndihmë të kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjen e 11 maj, dhe ne kemi ardhur në Lezhë krenare, por Lezhë me shumë problematika, të cilat presin zgjidhje. Dhe them të sepse kam dëgjuar që një prej temave që ti do të zhvillosh është e zgjidh Gjini. A mund na shpjegosh pak? Është vërtet që Lezhë në përgjithësi ka shumë problematika, jo vetëm Lezhë, por i gjithë qarku i Lezhës, për arsye sepse Lezhë në vetvete përfshin edhe në qytetin e Rrëshenit dhe njëkohësisht Mirditën edhe Kurdinën. Problematikat të cilët sot qarku i Lezhës janë jashtëzakonisht shumë të mëdha, të cilët kanë të bëjnë në lidhje me qeverisën 12 vjeçare të Partisë Socialiste, të cilët kanë lënë plagë të thella në jetën e përditshme të qytetarëve të qarkut të Lezhës. Dhe një nga problematikat kryesore është çpogullimi dhe emigrimi masiv, i cili në pjesën e qarkut të Lezhës është një nga qarqet që ka emigracionin më të madh, diku te 50% e përgjithësisë sot janë të larguar jashtë. Momentet e dyta të cilët problematikat e dyta të cilët Lezhë ka është niveli i varfërisë dhe sot niveli i varfërisë në qarkun e Lezhës dhe jo vetëm të Lezhës, por në gjithë rajonin janë problematika të cilët kanë lënë shenja të thella në mendjen e qytetarëve të Lezhës, por edhe të gjithë rajonit. Dhe pse mendoj që i zgjidh Gjini? Dhe është krijuar një lloj mentaliteti edhe tek qytetarët në takimet e përditshme që kam me qytetarët e qarkut të Lezhës, për shkak edhe të profesionit të mëparshëm që ka pasur në zgjidhjen e problemeve, kam qenë një nga zërat kryesorë të cilët unë kam dhënë në zgjidhje, probleme të përditshme të qytetarëve të konflikteve gjyqësore që kanë patur, por tani nga periudha e ardhes time si kryetari i Partisë Demokratike në qytetin e Lezhës dhe deri në momentin aktual, momenti më decisiv është takimi me njerëzit dhe kontakti me njerëzit, të cilët njerëzit presin zgjidhje. Dhe marrëdhënia e ime me njerëzit është marrëdhënie besimi. Dhe kjo marrëdhënie besimi është krijuar për shkak edhe të forcës që unë tregoj në marrëdhënie me ta, por edhe të vetë simpatisë që ata kanë që Gjini mund të zgjidhë problemin. Dy tema shumë të rëndësishme, e zgjidh Gjini dhe forcën, e përmendje forcën. Jemi sinqertë diçka që ne kam parë më një herë tek ty, sa jemi takuar, se ne kemi punuar, se ne politikisht kemi punuar bashkë, kam bjerë te forcë pozitive që unë shpresoj do i kundërvjet forcës negative të shtetit. Përveç se sa forcë, cilat janë vlerat të tjera të forta tuaja, i cilët mund të mbështetesh në fushat e mëkatit? Vlerat dhe forca ime qëndron tek mbështetjet të cilët unë kam tek njerëzit. Do me thënë, duke qenë se unë jam bjeri i Lezhës dhe marrëdhëniet të cilët unë kam krijuar me qytetarët e Lezhës, jo vetëm të Lezhës, por të gjithë qarkut, edhe për shkak të lidhjeve familjare dhe paratisnore, njerëzit kanë krijuar një lloj mentaliteti që Gjini personifikon forcën. Është vërtet, sepse në gjithë takimet që kam patur, qoftë në fazën e primare, por edhe gjatë kandidimit tim në pjesën e kryetar partie, njerëzit kërkojnë dy elementë kryesore. Je i Zoti që të mbrosh votën, je i Zoti që të na dalësh Zot. Dhe këto dy elementë të cilët sot në qytetin e Lezhës dhe në qarkun e Lezhës janë problematika të cilat janë trashëguar që nga zgjedhjet e 2013-s dhe është kthyer në një moment i cili qytetarët nuk dalin të votuar të lirë. Unë si kandidat do ju tregoj atyre se ne kemi forcën, ne kemi mbështetjen e qytetarëve, ne kemi mbështetjen e njerëzve të cilët kërkojnë që Partia Demokratike të vijë në pushtet dhe qeverisë vende në një mënyrë tjetër komplet ndryshe nga çka qeverisur Partia Socialiste në këto 12 vjet. Dhe njerëzit kanë krijuar një marrëdhënie besimi dhe një marrëdhënie të cilët e tejçojnë tek njëri tjetri. Padyshim që edhe elementet e tjerë të cilët kanë futur dorë në zgjedhjet e mëparshme në qarkun e Lezhës, pothuajse kanë një lloj stopimi në momentin aktual. Ne do e shohim hap pas hapi sepse fushata akoma nuk është qelur, por njerëzit kanë krijuar një marrëdhënie edhe lidhje personale për shkak të marrëdhënieve dhe për shkak edhe të forcës që karakterizojnë vetë qytetarët e qarkut të Lezhës. Gjini fole për primarët.
Se është rëndësishme për të kujtuar, kjo është gara e tretë rresht. Absolutisht. Ti ke fituar garën njëherë si kryetari i Degës Partisë Demokratike Lezhë, ke fituar primaret e Partisë Demokratike dhe tashmë je në listë avut për të kërkuar votën e gjithë qytetarëve. Po bëhet pra disa kohë që je në fushat, si ndjesh? Ndjem jashtëzakonisht mirë, të them të drejtën, kam prekur pothuajse pjesë më të madhe të qarkut të Lezhës, edhe gjatë periudhës së primareve, por edhe në momentin e kandidimit si kryetari i partisë. Marrëdhënia me njerëzit është qelësi i suksesit. Dhe padyshim që unë gjithë forcën time e kam tek njerëzit. Dhe të besimit që njerëzit krijojnë me mua dhe unë krijoj me njerëzit e qarkut të Lezhës. Dhe ndjem jashtëzakonisht mirë sepse e di peshën dhe forcën që kanë si person dhe këtë forcë kërkoj që ta demonstroj edhe në marrëdhënie me njerëzit. Cilat janë vështirësitë ose cila është vështirësia kryesore që ti po sheh në fushatën e qarkut të Lezhës? Vështirësia kryesore është, të them të drejtën, janë mekanizmat të cilët pushteti aktual përdor për fitimin e zgjedhjeve, të cilët janë marrëdhënie të cilët janë krijuar për një kohë të gjatë midis pushtetit dhe pjesës së qytetarëve, frika që ekziston, që është një moment jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm të cilët unë e takoj në marrëdhënie me qytetarët, për shkak se Bashkia e Lezhës dhe Bashkia e Llaçit janë bashki të cilët drejtohen nga Partia Socialiste dhe marrëdhëniet e vogla të përditshme janë të lidhur me interesat e këtyre dy bashkive. Momenti i dytë është momenti se ke një pjesë të madhe të njerëzve të cilët janë të punësuar pavarësisht se janë demokratë, që ndrohen të punësuar në Bashkinë e Llaçit dhe të Lezhës, ndërsa Bashkia e Energjitës është një bashki e cila drejtohet nga Partia Demokratike, por kanë frikë që të ekspozohen. Njerëzit kërkojnë që të shprehin vullnetin dhe dëshirën për të votuar për mua si kandidat për Partinë Demokratike, por nuk dalin dot hatur për shkak të marrëdhënieve të vendit të punës ose të familjarëve të tyre të cilët janë të mësuar, ose për shkak të interesave të legalizimeve, të lejeve, të përkrahjeve sociale, të elementeve të tjerë të cilët sot pushteti lokal i ka në dyert e media. Nëse fiton në 11 maj, që si qytetarët e Lezhës të zgjedhin deputetët e Vendit të Shqipërisë, çfarë do bësh? Cila është gjëja e parë që do bësh me 12 maj? Gjëja e parë që do bëj me 12 maj është marr shkas nga një moment takim me emigrantët të cilët kanë patur në Itali dhe në Greqi, dhe momenti kryesor është situata të cilët ata ndjehen të pesmatuar për familjet e tyre, të cilët njerëzit e moshuar që kanë lënë në Shqipëri. Dhe mendoj që një nga iniciativat e mia personale, por edhe iniciativat e Partisë Demokratike në rast që padyshim do qeverisë në pas zgjedhjeve të 11 maj, është që të krijojmë qendra sociale për të kujdesin e të moshuarve, të cilët ata e kanë një shqetësim jashtëzakonisht të madh. Po marr një shembull që emigrantët janë shumë të shqetësuar në rast se babaja ose mamaja ose prindërit të cilët janë në një moshë të kaluar nuk hapin telefon. Janë të sëmurë, kanë energji elektrike, kanë ujë, kanë nevojë të përditshme dhe kjo do të ndihmonte ata dhe do të krijonte një bazë të mirë që emigracioni i cili është jashtë shtetit të krijonte një urë lidhëse në rrjetin e institucioneve demokratike, të cilët do krijohen pas zgjedhjeve të riforcon edhe lidhjen midis atyre dhe krijon një lloj ndihme dhe një lloj qetësie te emigrantët të cilët punojnë jashtë shtetit. Po temat e tjera që të mbosh? Temat e tjera janë temat të cilët kanë bëjnë me minimumin jetik, i cili është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, që ka të bëjë me atë marrjen e pagesës për 200 euro, është rroga minimale e cila është 500 euro, rroga mesatare e cila është shumë e rëndësishme 1200 euro, është ulja e çmimit të karburantëve, e cila do jap një efekt të jashtëzakonshëm, ulja e taksës dhe futja e taksës së sheshtë, janë elemente të cilët kanë të bëjnë në lidhje me kartën e konsumatorit për pjesën e policisë e cila është e pamundur për të siguruar, të cilët përfiton në fund të një vjeçari, mund të përfitojë një pension ose pension shumë të madh, rritja e pensioneve në mënyrë progresive që në momentin 3 muajt e parë në rast se Partia Demokratike vjen në pushtet, por që të arrijë nivelet e pensioneve të vendeve të rajonit, siç është Malizi dhe Maqedonia. Gjin, unë falenderoj shumë
Për mua kjo ishte një bisedë shumë e rëndësishme. Ti je një problem solver, unë jam i sigurt që gjithë qytetarët e qarkut Lezhës, nëse nuk e dinë, do e mësojnë se ka një problem, e zgjidh gjimi. Falenderoj. Merci.